Në kuadër të operacionit hapësirat publike, i cili ka nisur nga policia e shtetit, janë arrestuar 10 persona dhe janë vënë nën hetim 123 të tjerë në të gjithë vendin. Ky aksion ka si qëllim lirimin e hapësirave publike, të cilat janë zaptuar dhe shfrytzuar në mënyrë të paligjshme për parkime dhe lavazhe automjetesh. Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 133 raste shfrytëzimi të kundërligjshme të hapësirave publike dhe private, kryesisht për aktivitete të paregjistruara si vend parkime dhe lavazhe për automjete. Këto subjekte kanë përfituar të ardhurat të fshehura, duke shmangur lëshimin e kuponëve tatimor. Pjesë e operacionit janë strukturat e hetimit të krimeve ekonomiko-financiare, patrullat e përgjithshme, forca shqiponja dhe policitë bashkiake, të cilat kanë realizuar kontrolle intensive për të identifikuar dhe ndëshkuar ata që shfrytëzojnë hapësirat publike në mënyrë të paligjshme. Po ashtu, policia rrugore ka vazhduar me kontrolle dhe ndëshkime për parkimet e gabuara, të cilat pengojnë lëvizjen e mjeteve dhe automjeteve të emergjencës. Gjatë operacionit janë evidentuar gjithashtu 45 raste parkimesh të gabuara, kryesisht në Tiranë, Elbasan, Fier, Kukës dhe Durrës, të cilët kanë bllokuar qarkullimin e lirë të mjeteve dhe këmbësorëve. Këto parkime të gabuara kanë krijuar vështirësi për kalimin e mjeteve të urgjencës dhe kanë rënduar situatën e trafikut. Në total, në 24 orë të fundit janë regjistruar 133 raste të shfrytëzimit të paligjshëm të hapësirave publike për aktivitete ekonomike. Nga këto, 78 raste janë regjistruar në Tiranë, ku janë arrestuar 10 persona dhe janë proceduar 68 të tjerë. Po ashtu, janë evidentuar 16 raste në Shkodër, 11 në Lezhë, 6 në Korçë, 6 në Fier e Lushnjë dhe më pas në disa qytete të tjera, si në Vlorë, Saran, Dibër, Elbasan, Berat, Durrës dhe Gjirokastër. Operacioni ka zbuluar në 3 raste me punësimit të paligjshëm dhe ka vazhduar me intensitet në të gjithë vendin, me qëllim goditjen e informalitetit dhe mbrojtjen e hapësirave publike. Materialet proceduriale janë dorëzuar në prokurori përkatëse për veprime të mëtejshme. Policia e shtetit apelon për qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve që të respektojnë normat e ligjit dhe të mos shfrytëzojnë hapësirat publike në mënyrë të paligjshme.